Eliona rrinte shpesh pranë dritares, aty ku drita e pasdites binte but mbi duart e saj. Duart ishin gjuha e saj. Me to tregonte gëzimin, mallin, frikën, ëndrat. Me to fliste për gjërat që zemra i mbante të fshehura thellë, vëllai i madh e vështronte shpesh në heshtje. Ai e njihte mirë motrën e tij. E dinte që pas atyre syve të qetë fshihej një botë e madhe ndjenjash. Një botë që kërkonte dashuri, ngrohtësi dhe përqafim. Një ditë Eliona iu afrua. Nuk foli. Vetëm i zgjati duart. Lëvizjet ishin të ngadalta, të kujdesshme. Ajo i tregonte diçka që nuk ishte e lehtë për të thënë. Duart e saj formonin fjalë të padukshme, dëshirë, afërsi, dashuri. Ajo donte një të dashur. Jo thjesht dik pranë, por dik që ta ndjente. Një njeri që ta shtrëngonte fort, sikur të mos donte ta linte kurrë vetëm. Një zemër që ta donte pa kushte, pa pyetje, pa frikë. Eliona tregonte me shenja se si imagjinonte përqafimin. Duart e saj mblidheshin ngadalë, si të përqafonin ajrin. Ajo mbyllte sytë për një çast, sikur ta ndjente vërtet atë ngrohtësi. Ishte një përqafim që nuk lëndonte, që nuk kërkonte asgjë tjetër veç se praninë, pastaj buzëqeshte lehtë. Me një lëvizje të vogël të gishtave tregonte puthjen. Jo të shpejtë, jo të nxituar, por të ëmbël. Një puthje që thoshte je i rëndësishëm për mua. Një puthje që linte nga dashuria, jo nga fjalët. Vëllai e ndjeu një shtrëngim në kraharor. Ai kuptoi sa e pastër ishte kjo dëshirë. Eliona nuk kërkonte për alla, as premtime boshe. Ajo kërkonte ndjesi njerëzore. Të ndihej e dashur. Të ndihej e zgjedhur. Netëve, kur shtëpia binte në qetësi, Eliona mendonte për atë njeri të panjohur. A do ta kuptonte? A do të kishte durimin ta dëgjonte me sy dhe zemër? A do ta merrte dorën e saj pa frikë? Ajo besonte se diku ekzistonte dikush që do ta donte ashtu siç ishte. Dikush që do të mësonte gjuhën e duarve të saj jo si detyrim, por si dhuratë. Dikush që do të lexonte shpirtin e saj në çdo lëvizje të vogël. Dashuria për Elonën nuk ishte zhurmë. Ishte heshtje e ngrohtë. Ishte prani. Ishte siguri. Ishte ai moment kur dikush e shtrëngon fort dhe bota pushon së qenë e vështirë, dhe ajo vazhdonte të tregonte me duar, me sy, me buzëqeshje. Sepse shpresa nuk ka nevojë për zë. Ajo jeton në zemër. Dhe Eliona kishte shumë dashuri për të dhënë.